Prokuroria e Beratit ka shpallur fajtor 2 shtetas, nën dhe bir, pasi akuzohen për keqtrajtimin e një të mituri, konkretisht djalit dhe nipit. Kallëzimi erdhi nga nëna e 10 vjeçarit, pas publikimit të videove fyese dhe denigruese në rrjetet sociale. Natasha Rombula, 67 vjeç, dhe Armando Kumaraku, 44 vjeç, u arrestuan pas një hetimi 2 mujor, ku autoritetet dolën në përfundimin se ata shfrytëzonin një të 10 vjeçar, nipi dhe djali të arrestuarve, me qëllim përfitimin nga rrjeti social TikTok. Ata postonin video të miturit me fjalë denigruese dhe banale. Të dy të pandehurit, nën e bir, kanë keqtrajtuar djalin e mitur, kanë komunikuar me fjalë banale me të miturin dhe e kanë detyruar të flasë në të njëjtën mënyrë në rrjetet sociale YouTube dhe TikTok. Në përfundim të gjykimit, u vlerësua se akuza e ngritur në ngarkim të pandehurve është tërësisht e provuar. Ndaj gjatë pretencës, prokuroria kërkon deklarimin fajtor të pandehurit Armando Kumaraku dhe dënimin e tij me 3 vite burg, si dhe dënimin plotësues humbjen e përgjegjësisë prindërore, ndërsa për shtetase Natasha Rombula dënimin me 2 vite burg. Gjatë seancës vlerësuese, u arrit në përfundimin se i mituri ka qenë i kërcënuar vazhdimisht dhe është ndjerë nën presion nga babai dhe gjyshja, si dhe është ekspozuar në rrjetet sociale në mënyrë abuzive, me gjuhë dhune dhe fjalor denigrues, i cili nuk është i përshtatshëm për moshën të cilën ndodhet i mituri. Po kështu, i mituri është ekspozuar kundrejt lëndëve narkotike, gjë e cila është e papranueshme për moshën që fëmia ka.